Shërbimet e policisë kufitare Muriçan si rezultat i kontrolleve të detajuara dhe i verifikimeve që kryhen me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare, në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, goditën një rast të tentatives për të kaluar kufirin me lëndë narkotike me vete. Për këtë rast u arrestua në flagrancë një shtetas turk 25 vjeç dhe nisi procedimi penal për bashkëmoshatarin e tij për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, pasi gjatë kontrollit fizik ndaj tyre dhe kontrollit në automjetin me të cilin ata udhtonin, u gjet sasi të lëndës së dyshuar narkotike cannabis sativa, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme për aksidentin në aksin rrugor Shkodër-Velipoj, policia informon se specialistët e sektorit të policisë rrugore arrestuan një 61 vjeçar, pasi si pasojë përplasjes së automjetit që ai drejtonte me motomjetin që drejtonte shtetasi Xhevi Maksuti 27 vjeç, humbi jetën ky i fundit. Gjithashtu specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 40 vjeçar banues në fshatin Kolsh dhe një shtetas 55 vjeç, banues në Cetinje të Malit të Zi, pasi u kapen duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi ka kallëzuar një 38 vjeçar se një shtetas publikon në rrjete sociale njoftime të rreme për të. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.